fëmijët, njerëzit që kanë edukat, kanë vlera morale, ata janë më të mirët e shoqërisë. Edhe një prind, nëse nuk kujdeset për me eduku fëmijën e vet, apo një arsimtar mos me eduku nxënësat e vet, s'paku me përcjell çat edukat të trashëguar nga të parët e tij, edhe në kuptimin që lere njerëzit lirë, ai me thonë troq kam ja pa sherrin vet. Qoftë ai prind, qoftë ai nëse e lën fëmin, këta janë të ri, këta po dinë më mirë për përdorin teknologjinë, na s'kemi ditë. Dhe nuk po kontestojmë këtë dije, normalisht. Na nuk kemi ditë në shta. Po vlerat morale që kemi pas, ato nuk humbin asnjëherë, nuk i mbulon as teknologjia, as globalizmi, as inteligjenca artificiale, as një gjë. Prandaj duhet me insistu, edhe me instalu këto, sidomos me përcjell edhe misione dhe lexime të pedagogëve, psikologëve, me ditë ato fazat kur fëmia i merr ato vlerat familjare, kur fillon me i kriju shprehit, që bilen që ato momente me i qëndru gati, se sot ndoshta dikush edhe pa qëllim bojar e te kalon edukimin se baba në punë, nana në punë, angazhime, vjen i lodhën, edhe tash jepja telefonin thjesht shmangat angazhimin edhe lodhjen. Por në disa situata duhet me qëndru strikt, edhe kjo nuk është dhunë, as nuk është presion, përkundrazi është për të mirën e fëmijëve tanë.